Fundjavë të mbarë për krejt juve shikuesit e Beauty me Erisën, jemi i ritaku edhe këtë fundjavë, sa radhe me një mysafire goxha të mirë njohur po besoj për juve. Kam kënaqësinë që këtu me mua takim Anisa Veselin. Anisa, mirë se vjen. Mirë se ju gjitha. U kënaqëm, me të vërtet ka qenë si një bashkëbisedim me shoqe. Edhe e pëlqeva shumë që e pate një rutinë kështu me full grim, e ndonë të njëjtën dashuri si unë me grimin, edhe faleminderit që vendosë më ardhë në vitin e ri. Faleminderit edhe juve dhe një më kënaqësi për shumë, edhe shpresoj kena mu po prap. Patjetër. Të dashur shikues, nëse jeni të interesu me ditë se qysh i kemi kriju këto grime unë edhe Anisa dhe qa kemi diskutu, vazhdoni me na ndjek. Anisa, je personi mëngjesit, kështu e priton pak mu që heret? A më dhe me kalzu drejt. Gjësysh drejt, Që të kohët e fundit ekstrem për shumë, do me thonë verës, jam ti për gjumoshe se për mbjen me na i kështu shumë. Edhe, unë edhe gjume, që të kohë, nuk gjena punë të mirë, për mbjen me flajt vonë, edhe mu që vonë. Vonë mas 12, atë maksimum 12. E kuptueshme. Po, kuptohet që edhe kur rën një kohë ma gjatë në mramje, tani është ma problem. Për me mujtë me uqë heret, po duhet me rame fjetë gëgja ma heret. Edhe, po besoj që për shkak të punës edhe të imponohet. Pa tjetër. Mamo, zdi, unë e shio i gjume shumë. I dimre në të prase, jam si popular. Po, edhe nuk e kena pak atë ndjenjën e fajt, kisha dal, nuk kisha dal, kër është koha e keqe, diqysh të tërhek ma shumë e nejtë mrena. Anisa, për ata që nuk e din, realisht edhe për mu, ka ardhë si një befasi, është që ti e kishe shumë pasion grimin, po e shok këtu dhe prej krejt këtyre produkteve që i ke pru, unë nuk knaqë, ashtu më knajtë zemrave që tu i pa, tregona pak për këtë pjesë, pasionin të për grim. Unë prej 14 vjetë, kom punu me make-up edhe prej e vogël ashtu kur jam konë gjithë e marrë kom 2 vllajën edhe që atë e kom po që e kom si pasion. Make-upin e du shumë, edhe menoj që të ardhme me bu diçka temën, ama kohën e fundit, po më pëlqen këto trendet ma thjesht mu ly, nuk kam qef mu ly shumë. Zakonisht në ditë për ditë shme, përdori veç baby cream, nuk qes sherk. Se di. E saj përket kujdesin ndaj lëkurës, duna me ta theksu që je një prej lëkurave ma të bukra që i kom pa live, mos me të besu nuk ki as pore, as pika, as rrudha, as kur gjë. Kështu lëkura perfekte. Faleminderit shumë. I rri gati shumë. E kena edhe genetikisht, ama normal që i kom lëku dakën e kur jam konë me e vogël. Edhe i rri gati ti për shumë e maska, e bëj rutinën e mëngjesit, bramjes. Adin ashtu nuk më zanë gjume pa e fshi make-upin me ra me flajt, veç qëpse jam tepër e laftë, edhe që ashtot, pa tjetër ka mu qumë me fshi ftyrën, tani me vazhdu se s'moj. Nuk me i flaj me shminka dhe i rri gati ti për shumë. Të pak të një herë në mujtë shkoj i bëj tretmanet ftyrës. Po dhe produktet i përdore Korana, për Koran. Vërtet është, po dalin që me të vërtet janë produktet ma të mira në treg, saj përket kujdesit ndaj lëkurës, se e ka një farë teknologjie shumë të avancume të kujdesit ndaj lëkurës. Po, në tutna shumë që do që i përdore, po kohën e fundit që një 2-3 vjetë, max 4, jam të i përdore vesh produktet e Koran, nuk jam të ndru heq. Është që kjo që ma pet shtash, qëto e përdore, është non-stop se është shumë e mirë për akne dhe për puqra, ama Koranve nuk kam komen. Po, kanë mbetë edhe tash janë hi fuqishëm edhe në tregun kosovar edhe po dalin po që janë... So do kemi porosit online. E vërtet, po dalin që janë produkte
me të vërtet shumë të mira. Po sa i përket grimit, a ke ndonjë produkt preferuar? Unë kom qef mi pyet mysafir cili është ai produkti që s'mundesh me jetu pa ta. Jeta vdekje. Kuku. E di që është e vështira, ma duhesh më ma jepish një produkt. Për momentin, me thonë concealer, se kam probleme rrotëzi, genetikisht, ka familja mamet, se ka babi, jo për kisha ka babi, për që të sen, i kanë rrotëzi, amo jo shumë teksum. E one përdori loj sani, tu i luftu që ata, edhe besoj që concealer ishkon sani që... Po, e ke kështu me pa tjetër me pasën rutinë, edhe mundesh me bo edhe ftyrën edhe gjithë shka tjetër me ta dhe duket kështu lëkura shumë. Amo që të kohën e fundit, që jam të i përdojë që ato produkte, edhe kom drejtë gjumen, edhe po flaj pak ma gatë, kanë fillu me më reduktu, edhe normal që se i rren gazet edhe produkte, edhe në që se e ki genetikisht pa të hek. Po, është e vështirë pa pas një farloj efekti, sidomos produktet. Së fundmi, e kom pa që je fokusu ma shumë në karierën tane në marketing, po të shuaj ma shumë mundjetës sociale, a je tërhek prej muzikës përkohësisht, a je të dosh më fokusu në qatë fush? A di që ka njëherë dush me sakrifiku në sen, për me rri në sen që e donë. One për momentin e kom sakrifiku muzikën, për me mojt të ardhmen me investu vetë, pa pas nevoj për menager. Kështu që nuk e kom dërprej për krejt, s'ka shanca, po një herë do të me punu fort, jem tu mirë me marketing edhe goqja po ka efekt mirë edhe fitem të mirë. Edhe muzikën s'ka me lonë, asë një herë. Edhe nuk duesh me lonë. E du muzikën, e kam prej fëmija, ashtu që kam make-upin. Make-upi është një sen që e përdojë çdo ditë, nuk ka që me mungun që se së më bëjmë diçka për shambull, ose s'punan me ta, amo muzikën nuk ka shanca me lanë. Kur e ke pa që e ki qitë pasion për muzikë, e përmane që prej një moshë shumë të re? O, ma kujtove. Kër e më kone vogël, me qika tagjës, u mbledh shumë dhomë, edhe ju lësa babis me na i blika një mikrofon që m'ja nisë me kënu karaoke. Edhe gjithë shrej shumë karaoke, ja nesë shumë kënej shumë ushti shumë me nota, kështë kush po kënën ma. Po më duket kjo është një përvoj universale, kur shka shumë fëmijë në familje, ose me muzikë, ose me aktrim, ose me diçka dhe qështu zbulohen ato talentet e reja dhe tani rruga ta sjell njënën mas tjetrës. Është e vështirë me qenë ftyrë publike ti je kyqën këtë botë prej një moshë shumë të re. Edhe realisht nga njëherë asë nuk t'japët mundësia mu formësu si person, edhe je gjatë gjithë kohës në syrin e publikut, në gjykimin e publikut, qoftë me komente, qoftë me qka do. Që shka qenë që kjo përvoj për ty me navigu prej një moshë ka stre që e ke suksesin? Filem u kanë shumë zërë, se mas parja ku nisë me TikTok-a, edhe atë ku ka pas shumë para gjykime. Edhe normal që i kom marrë shumë ofër zemrës, po gjatë kohës edhe tu pjek, tani vazhdova me muzikë, edhe me muzikë u kam pak zërë, ku ja nisa tu pjek që njerëzit kanë me ofendu edhe kanë me thonë fjallë edhe po ke në pikën ma të naltë, adin, kur s'ki me konë, ashtu me thonë krejt po mdojnë. Dhe pse ku marrit stash me një pikë që thëmë po mdojnë, se ku më fitu një respekt publikot, edhe kanë po ku shumë për një me ona prej punën stoperimet, edhe që të kohën e fundit jam të shju qatë shumë dashnin e madhe që jam të marrë edhe respektin edhe prej matë më shumëve, edhe prej e rini ku më pas shumë, mosha ma të reja, amo mosha ma të mdoja nuk më pas, edhe di që qaj sen po më knaqë mas shumë të qëtash. Po, dhe se ta jep një farë vullneti edhe me vazhdu me qka do që vendos ti me punu në të ardhmen, kur e shet që nëse tregohesh e fokusume në qëtë rrugtimin tënë, edhe mundesh mi te i kalu edhe këto komentet që val shkojnë. Sa mundesh mu pëlqy për një periud, në njëjtën kohë mundesh me marrë dhe komente negative, por nuk është arsye ajo për me u dekuraju, se e kom pa shumë shpesh që të tri të treja,
i naljen në gjysë të ëndrat e veta, veç për shkak të opinionit të tjerëve. Unë e thëmë që zban, kur keq mu bazu në fjallë njerëzve, se fjallë ka me pas gjithmonë, paragjykime, bullizime. Ato janë veç në qofse më nështë mi kalu, në qofse je i fort me vetën. Unë që ka një mu qëto kohë për me mi kalu krejt qëto ku me ditu shumë. Edhe sare më ko nervoz, e ku marrë një letër, edhe në qatë letër i ku më shkru krejt fjallë të këqia që i ku më posë mrena vetës, edhe jem qëfryn të, edhe që ku marrë e ku më kapë. Wow. Qa ashtu më ka një mu ekstrem shumë. Për shembull tani për ëndrat mija që sot jam të i realizu, krejt që ato i ku më shkru, edhe kur ti të notes ka njëherë, ose e qeli editorin tem, thëmë wow, krejt i ku marrin. Do me thonë krejt sanët e këqia, ose të mirat e shumë të njerëzve i bojnë prej në ndedijes. Do të më munu shumë me kontrolu trunin tënë, qka po bërnë edhe një dhinë kur të kinë trup, do të mi thonë trupit, hej, qka nuk o dhinë ta jem, faleminderit trupi jam që po më kallëzën, unë e kam e të nejtë gati ty tash, veç rëqill. Mu më ka një mu qëkja, mi kalu qëto sene, qëto paragjykime, qëto bullizime, e ku të shtira, po tash ku ma rrit me një stas që ma nuk ndikojnë fjallë të njerëzve heq. E ke pas këtë themi në tu i dha vetë besim, tek vetja jote edhe në fillimet e tua, apo të është kriju me kohë? Se zakonisht një prej pikave në themi që mas shumëti i stopon trejat me ndjek ëndrat e veta, me ndjek pasionet e veta, është kjo frika, pasiguria tek vetja, ti sidomos që ke fillu me një moshë ka shtre, ku e ke gjetë ndoshta atë vetbesimin që me vazhdu ëndrat e tua? Unë e vetbesimin, me vetbesim ku një. Jem tepër shumë ku më pas vetbesim. Se më kanë halit shpis prej e vogël, kje ka mu ba diçka, kje ka mu ba diçka, se jem kanë edhe vallet pullore. Prej fëmi, jem kanë gjithë jem marrë me diçka. Edhe ashtu s'kom pas tu t'heq, deri momenti që akum njës muzikës. Kur akum njës muzikës, sa të pak më kanë vetbesime se u kanë këgja një kohë shtirë. Tash, e kum kalu, jam të për mirë edhe tash jo që kam vetbesim. E pandalshme, Anisa. E pandalshme jam. Edhe pse mos me qenë, edhe është shumë inspiruse, kur një vajzë e re me një moshë ka stresi ti, i ndjek ëndrat e veta edhe i realizon ato. E përmende pak këtë punën e manifestimit edhe është një diçka shumë e mirë, nuk do me thonë pa tjetër mu lidh me një farë bote spirituale, se nga njëherë keq kuptohet kjo pjesa e manifestimit për qatë arsye, po edhe thjesht që shë them një shkrujt me një letër, ëndrat e tua, ose të metat edhe të mirat e tua, edhe si që them nga njëherë me kohë, pas një kohë e shë që u realizun. Në një mënyrë ose një tjetër, ja ke hap vetit derën për me u realizu qaj ëndër. është një këshill shumë e bukur që edhe. është tepër sa një mirë, më ka një mu shumë normal. Unë e besoj Zotin shumë. Edhe me fuqin e tina, unë sot ku marri qëtu ku jam edhe jam shumë i lumtur. Edhe i ke kalu krejt sfidat. Veç që ku më kalu sfidat mas madhe që ku kanë jetë vdekje për mu, për që ajo adin tjera të sanë e hejtë s'ka rëci. Shumë e vërtet. Edhe kur sfidohesh me një diçka kaq të madhe si që është shëndeti, ta krijon po besoj një perspektivë krejt tjetër për jetën. Ekstrem, është ndryshe jetën tash. Po, edhe t'jep ma shumë vullnet. Zakonisht, qysh i trajton, themi, këto komentet negativa. Je person që veç janë ashkalion, po flasim ma shumë për këto rrjetet sociale, se tash roll herë që ato komente negative vinë në thojza live ose në person. Zakonisht që ata njerëz dhe edhe ata që të komentojnë negativisht, kur të shojnë live, shuhet ajo e negativja, po këto rrjetet sociale po ja u jepen atë qasjen shumë atë madhe se sa e kam pas ma heret njerëz me thonë lloj gjëra. A je person që veç i te i kalon, apo munohesh me i adresu vende? Me të kaltu drejt shpesher edhe ja u kthej po i hajgore. Nuk e hitë se kam problem heq. Po. Adin ja u kthej, jo me thonë njëjtën monet, po ja u kthej si hajgore dyqysh. Shpesher as po, shpesher as nuk i lexoj, tash mama ti ku fshi komente, tash as nuk i fshi, nuk s'merra me tu heq. Po. Veç next.
Veç vazhdojnë. E vërtet edhe e kemi pasur gjithmonë ma shumë je aktive edhe në këto platforma sociale, sidomos në TikTok edhe TikTok-ën e kam si qik. Je ndër ato të parat që ke fillu me postu në këtë platformë edhe po vazhdon fuqishëm me mbet një prej atyre figurave që e shohim mas shumti në këtë platformë. Cilat mendon që janë disa të mira, të këqija këtyre platformave, se tash me kohën moderne po na tërheq me qenë gjithmonë ma prezent, po i ka edhe ajo disa të metat ose të vështira për mu realizu ato video që i shohim. Me të thonë të mirat janë se po të nemojnë shumë për punë, po t'i qilin krejt dyrt. Po, e vërtet. Të këqijat, s'po di. Vesh mës me kanë shumë i varën, aden? Po. Vesh mës me kanë i varën. Edhe vesh për menaj për fmi, për fmi nuk e parashosh shumë i lanë rrjete sociale. Pajtona plotësisht, sidomos në TikTok që nuk ka fare filtrim se çka shohin ata fëmijë. Për një arsye të caktuar, TikToku e ka një moshë cilën e lejon me i konsumu themi këto materiale dhe po e shoh shumë shpesh me prind që fëmijë e vogël ja lënë në dorë telefonin edhe shetu scrollun TikTok. Motra jame ka veç YouTube Kids. Po, edhe shumë e vend. TikTok-ën kur të lejon one, me armi kështu çfarë video kom qitë për ndryshe, Altia në TikTok ose rrjete sociale, Instagramin e kam që ja përdori one, i postoj foto se e di si kur të rritet ajo kam bu modele, kështu që jem të arrit Instagramin që e ka të gatshëm. E ka të gatshëm, më shumë faleminderit motër. Shumë mirë me pas kështu një motër të madhe që kujdeset për ty edhe plot gjëra që të veç i ke kalu, jetu e para përgatit, jetu ja shtru rrugën, kështu ka me pas gjithë shka ma të letë edhe gjithmonë. Vajzat, kur e kanë një motër ma të madhe, ajo i kalon këto sfida, qof me prind, qof me regula, qof me gjithë shka, edhe këta tjerë të kanë shumë ma letë. Unë e thamë, zoti ma ku se po ta një motër bile ma të madhe, ose një vla dhe pse vla e di që ma këshin zi jetë. Po, adi të qysh knej thëm adi nasht, se për vlane për motërën jam si nanë. Shumë e vërtet. Ju rigati shumë, ashtu edhe bile bën babi dhe mami shpesh, na i ke hek, do me thonë krejt. Një gajlet madhe. Na i ke hek një gajlet madhe se shkujnë për pushime, veç babi, mami. Po. Adem vla me motrën njën gjithë me mu, bile qëtash për ditlindje e ka vla në qëtash shtator. Po. E i kom rezervu dhe bileta me shku në Turqi bashku me ta. Wow. Tash adem më knaqë zemra, qështu që... Kur e ke mundësin me... Kur e ka mundësin me knaqë. Edhe vlanë edhe motrën. Motra ala e vogël, po dhe i rritët, ka mu knaqë. E vërtet edhe keni mu bo të pandashme, po besoj një pikur edhe ajo është pak më e madhe. Po me ka sa po kuptoj, ti e një farëlloj support sistemi për krejt ata, po të janis, ku e gjenë mbështetjen? Ku i qanë halët, se zakonisht të motrat e mdoja që të probleme kanë që nuk munden ndërsa me pas një mbështetje aq sa kanë të tjeret ose fëmijët e tjerë kur kanë dikon ma të madhë për mu shprej. Unë ma për para jam kanë shumë letë dhe me babin edhe me mamin këtë problemet e mija i kom folë për të qyshtë në rritë. Tash më vjen keq në ashta dhe problemet e mija mja thonë se thëmë i ngarkoj. Edhe po të regoj drejt që i kaloj vesh me vetën, në adin nalë në fulli me vetën edhe thëmë adit që kitë sarë kanë me të i kalu, s'kam qep dhe që me bo barë kërkojt, as me mush dikoj me problemet mija ose me kur t'jam nervos. Unë nga krejt vetë, adin zdu mjë bo kërkojt ashtë adin i kaloj vetë, ndodhë që ndodhë, ma zi zbohët. Po, tash po besoj edhe shoqëria me ku e zem pak vendin e... Po, edhe shoqënia dhe kam shoqënin që ta shumë ngusht, e kam rejtën te për të ngusht. I kam veç ata njerë që më vlerësojnë, jem konë që aty për më kom pas nevoj. Për ndryshe njerës që asja ku bëhajrën, i ku vlerë ku krejt, e din ata vetë, edhe nuk du më mush ma me negativitet, nuk du drama. Njerës që bojnë drama, veç shkoj edhe distancona, hec du drama. Me që shosni që e kam kur, as nuk përlame, as nuk kap me persena, edhe se është normal më kap me një shoqë që nërë fjallë, pa edhe qka mës më përlo kur. Unë edhe më ka njëherë, o zoti madhë, tutna me ba me arë puna më përlo, na qysh jena, se
e ke kriju, ndoshta me kohë, me vjetë, dhe sa ma shumë që po pjekët njeriu, për që koha është shumë e çmume, edhe është e limituar, edhe që ato momente që i ketë lira, që i ke mundësi me shiju, dëshiron me shiju me dikon që me të vërtet e ndjen që e ke shok, e ke shoqe dhe është për ty pa interesa, pa vi, se shpesher gjatë rrugës krejt prej njëve i shohim disa persona që kanë qenë me ty ose në krahë të ndim për një interes të caktuar dhe në momente të vështira është po se qysh qëndrojnë ata njerëz dhe shumë mirë e the, është shumë normale nga njerë me pas keqkuptime, se jemi njerëz, po nëse ato keqkuptime janë të vazhdueshme, në një farë forme mundën me dalë ka njerë edhe të kota për gjëra që nuk ishtë dash me pas aq shumë rëndësi, atëhere është një thirrje për mu zgju pak, mi hapë sytë edhe me pa që ata persona kanë ndoshta një diçka nuk janë të duhurit për me qenë në rrethin tënd dhe ka shumë e shumë njerëz që mundën mi zavencu se me qenë në qatë rreth dhe që janë shumë pozitiv. Ma jam konë shumë ashtu person që i kom njerëzit që i kom dashur shumë, edhe që s'u kom fa jam i kom lutë shumë e najtë. Ashtu i kom beg. Please, adin se bëhet mirë edhe të tash. Apo do me najtë? Mirë. Që do me najtë? Që dira, ditën e kalo mirë. Anisa, tash po besoj që kemi vazhdu me të po ma shumë në platforma sociale dhe për shkak të popularitetit që i ke marrë në këto platforma, e sheh veten që në një formë ose në një tjetër gjithmonë kemi qenë pjesë e syrit publikut. Po. Edhe burrin du me gjithë qasi që ka qef me bu video me mu, për ndryshë se marrë. Se ka qef ashtu me bu video couple edhin. Shumë mire ke. Ekstrem kom qef kështu që në qëse i qëse shkrujem. Për ndryshë... Lajmëronu të Anisa. Lajmëronu në recepcion. Për ndryshë jo. E du jetën, më përqan që ke jetë. Adin ashtu e kam... Jam one, Nina one, atin sëm vjen marrë kështu, asë me dojë pa ly, asë me dojë për shamull e vishën ketë se unë e kalëzit që jam one. Atin nuk dalë me masku, oj, zamër që e kena këta për flokë. Jo, që shtu fulle, që shtu jetoj, që shtu qona, që shtu bi. Edhe, prandaj edhe ka pas, po besoj, shumë sukses paraqitja jote në këto platforma, se je vetvetja, dhe kur nuk del jashtë vetvetës edhe është ma lehtë, se sa do mundosh me tregu një farë persone në rrjetet sociale, kur je prezent për një kohë kaq gjatë, të vjen maska mas një kohë, harron maskën edhe në një formë. Po. Ate jo ka të pak e gërë. Ma but. Kur të me njerëz të ndryshme, të energjive të ndryshme, të kime thithë qatë energji dhe kime prezentu qatë energji. Edhe tash, vallaj, nuk jam qashtu. Kur t'i shet, tash ato video, ta do këtë që si në ndër, ajo ko. Adi qysh, më do këtë si ndër, po dhe ka njerë pak më kapë më nem, kur t'ja shë vetën në momente, tha mu zota hem konë ona, që ka ndodhë me mu, pse ku më reagu që shto, ama është edhe izolimi, po besoj ajo është si por për menimin Po, mos me pas qasje në informacion, në kur gjë, është për mu që jam person që gogja shumë i konsumoj rrjetet sociale, telefonin, informatat, është një diçka që me të vërtet na si shikus nga njëherë, edhe pse e din, nuk mundesh me paraftyru se nuk e ke jetu atë moment. Jo, nuk e din, vëlla se për një me, unë sot tam është si borg. Pse është si borg? Se që shtetë s'ki s'din që ato ndodhi asë një informat, s'ki telefon. Me hangur me pi që ato mundësi që e ki që atë e ki një pjesë të borit te për të vogël, me thonë sa që kështë të ditë qëto, qash e vogël, ama si eksperiencë është nice. Edhe si eksperiencë, kur të menaj sot ka një herë, kam okej, ama nuk isha i prapë. Prapë si shaj. Është gogja një sfidë që... është një sfidë edhe do sene që e këmë kajlua, edhe
është edhe psikologjike, edhe fizike, edhe gjithë shka ta sfidon limitin, sa i ka ndoshta ato të mirat e veta, i ka edhe të këqijat pa tjetër. Më sfidu dikoj. Përsa okej, e kum provu, e kum pos një arsye pse jem hi. Po. Qatë arsye në ashtë se kum marrë mrena, po e kum marrë masi ndolë jashtë. E ke shpëndo mesazhin tonë edhe ke qenë shumë sensibilizuese edhe me sëmundjen tonë edhe ndoshta shumë të tjere kanë gjetë veten tek historia jote dhe kjo ndoshta vlen edhe ma shumë se sa krejt ato problemet që i ke kalu edhe sfidat që i ke kalu brenda. Për fund ndoshta Anisa kisha me pyet, a ka ndonjë ëndër që se ke plotësua, a të ka mbet më ndonjë diçka nësirtar se ti je goxha guzimtare, kështu krejt ëndrat e tua gjithë i ke ndjek. A ka ndonjë gjë që po e mban kështu apo deri tash ke mbrimi plotësu gjitha? Ëndra nësirtar kena me pas nashta besoj krejt gjë. Ashtu s'ki me pas një sens, s'ki me thonë of s'pedu dhe qëta. I kam edhe dë ëndra që shumë shpejt po shpresoj mu realizu, që nuk jam vesh për mu, janë edhe për njerës, janë edhe për publik. Po kom vendus mos që sanet, mos mi thonë se sari kom thonë që në një intervjiste e sanet nuk mu kanë bo, se dikush në shta jo pisinit keq, jo që që janë këto. Amo po kam ëndra dhe di që kam i realizu edhe me nësis po pras. Nuk po e dyshoj fare, se ke tregu vetën deri sot që qka do që ja ke vu synin e ke arrit, edhe po të uroj edhe shumë suksese në krejto rutimet që kemi bo. Po du me të kam komplimentu për grimin, shumë bukur. Faleminderit, shumë naturale buna. Bukur edhe tamam po të shkon kështu me stilin tonë po mdoket. Sa e bëjmë për dëshmëri gjithë, qërpekt, i lyp pak ma shumë, po i kisha arru me marrë këta me fije, me gjithë pak, qëto dhe shumë fond. Ma shumë bu më bëqanë qëto thjesht. E ranë na i darsëm, sot e kam një darsëm. E në Instagram mundeni me po Anisën me grim pak ma të rëndungt, sot ja u ka të regu një grim për përditshmëri. Edhe shumë bukur. Anisa, faleminderit që gjete kohën. E di që është vështirë me gjetë kohën kur je një personazh kështu kaq aktiv, unë jetën tane qoftë profesionale, qoftë personale, kështu që e vlerësoj shumë që erdhe. Shumë faleminderit, ty jam kënaq, je shumë e mirë. Faleminderit. Edhe shpresoj me të po prapë. Patjetër, gjithsesi tash e kemi hap derën. Patjetër. Të dashur shikues, faleminderit edhe juve që na ndoqët deri tash, por shpresoj që keni kalu bukur në shoqërinë time edhe të Anisës. Mirë po vazhdoni me na ndjek në televizionin Dugaxhini, si gjithëherë kemi materiale të shumta që kemi përgatitur në kas për juve.